Juventusi ka zyrtarizuar gjatë fundjavës afrimin e 2 sulmuesve të rinj. Bardhëzint blen më në fund Randal Kolomuanin dhe pastaj edhe Kerim Alajbegovic, duke shpenzuar për të dy futbollistët shifra që mund të arrijnë deri në 90 milionë euro në varësi të bonuseve. Por ndonse tani më në fund ka sulmuesit që kërkonte në dispozicion, trajneri Luciano Spalletti ka vendosur që të mos heqë dorë nga Armand Durnishi, sulmuesi i talentuar shqiptar, i cili prej 2 vitesh është pjesë e përfaqësueseve të moshave kuqezi, ka qenë që në startin e grumbullimit përgatitor pjesë e lojtarëve në urdhrat e trajnerit. I afruar fillimisht për të bërë numër derisa të plotësohej skuadra, Durnishi ka luajtur rregullisht në miqësore deri tani, pasi Spalletti ka preferuar ta shohë në veprim. Dhe duket se trajneri është bindur nga aftësitë e tij, ndaj ka vendosur ta marrë me vete në turneun që Juventusi do të zhvillojë në Hong Kong dhe Australi. Emri i Durnishit ishte përfshirë në listën e skuadrës që është nisur drejt Hong Kongut, ku të mërkurën Juventusi do të përballet me Chelsea, para se të udhëtojë drejt Australisë, ku do të luajë miqësore me Interin dhe Palermon. Skuadra e Brøndbyt shënoi fitore minimale 1-0 ndaj Viborgjit në ndeshjen e vlefshme për javën e dytë në elitën e futbollit danez. Golin e fitores e shënoi futbollisti shqiptar Olti Hyseni. 19 vjeçari shënoi me kokë në minutën e 80, pak minuta pasi u fut në lojë. Kujtojmë që dje Hyseni u prezantua te skuadra daneze dhe sot shënoi menjëherë gol që ja siguroi 3 pikë skuadrës së tij të re. Ai u bashkua me skuadrën e re nga radhët e danezëve të Sonderjyskes. Sulmuesi Giacomo Vrioni duket se ka rilindur te skuadra austriake e Wolfsberger. 27 vjeçari e nisi kampionatin me dopjet, teksa gjeti i pari rrugën e rjetës në këtë sezon për skuadrën e tij. Futbollisti i kombëtares shqiptare shndroi në gol një 11 metrësh në minutën e 18, duke i dhënë avantazh ekipit të Wolfsberger në përballje ndaj Austrisë së Vjenës. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-0. Vrioni nuk u mjaftua me kaq, teksa në minutën e 63 shënoi sërish me penallti, duke u treguar tepër i saktë nga pika e bardhë e 11 metrëshit. Vlen të theksohet fakti se Vrioni arriti të shënonte një numër të konsiderueshëm golash edhe në testet miqësore, duke u shënduar në një bomber të vërtetë. E ardhmja e Kristian Aslanit duket se po shndrohet në një telenovel me shumë seri. Të shumta kanë qenë hipotezat që kanë qarkulluar së fundmi, ndërkohë që është përfshirë në ofertën zyrtare që Interi ka dërguar Al Ittihad për transferimin e Moussa Diaby. Sipas raportimeve të Al Jadia, klubi zikaltër ka ofruar 18 milion euro, ndërsa pjesë e marrëveshjes është edhe kartoni i Aslanit. Për momentin nuk ka ende një vendim zyrtar nga Al Ittihad, por negociatat mes klubeve vijojnë dhe e ardhmja e mesfushorit shqiptar pritet të qartësohet në ditët në vijim, ndërsa pak orë më parë u raportua se edhe Hull City ka shfaqur interes për shërbimet e Aslanit. Mbrojtësi shqiptar Marash Kumbulla është shumë pranë një transferimi te Rayo Vallecano. Klubi spanjoll dhe Roma kanë hyrë në fazën finale të negociatave për huazimin e futbollistit 26 vjeçar. Sipas raportimeve, dy klubet po finalizojnë detajet e marrëveshjes, ndërsa procedurat e fundit pritet të përfundojnë së shpejti. Konfirmimi zyrtar i transferimit mund të vijë në ditët në vazhdim. Ernest Muçi vijon formën e tij fantastike me fanelën e Trabzonspor, teksa ditën e sotme ka rrëmbyer sërish skenën në duelin miqësor ndaj Udinezes, skuadrës që militon në Serinë A italiane. Ylli i kombëtares shqiptare realizoi në minutën e 4 një gol fantastik me të brendshme nga cepi i majt i zonës duke surprizuar portierin Pjana, teksa i dha avantazhin skuadrës turke. Muçi është shndruar në një nga lojtarët më të spikatur të momentit te Trabzonspori, teksa në sezonin e shkuar realizoi 11 gola dhe dha 3 asiste në 26 ndeshjet e kampionatit, duke fituar zemrat e drejtuesve të tifozëve të skuadrës turke. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare Stavrios Pilos ka realizuar 2 golësh në miqësoren e AEK Athens kundër Sintrydense. 25 vjeçari zhbllokuai shifrat në minutën e 7 dhe në të 19-ën i dyfishoi ato. Aktualisht skuadra e tij po udhëheq me rezultatin 3-0.